Edhe këtë vit, edhe vitin e kalum, nuk kemi pas asnjë lloj shkaku e që me pagu rritjen e energjisë elektrike. Ka qenë keq menaxhimi i sektorit të komplet sektorit elektroenergjetik, duke filluar nga prodhimi e deri te inkriminimi i zërëjës. Zyra rregullatorit për energji, që tash thuhet në anën zyrtare se i përgjigjet kuvendit, nuk më përgjigjet në pyetjen më të thjeshtë për mafinë energjetike. Jo që janë të kapt, po ky pushtet e ka glabru komplet sektorin e energjisë elektrike. Për me potencu, për me tregu për ma shumë për këtë, ku mund të jetë një sektor i pavarur, ku në zyret ku flitet edhe për ku bëhet edhe tregtia e energjisë elektrike, ku është edhe bilanci, është edhe vetë vllau i kryeministrit, në të njëjtën zyre. Kjo specialist për çështje ekonomike, le të mos merremi me këto fjalë tjera, ku vetë kryeministri e ka vllaun. Kjo mogje e madhe, e parës madhe, e hajnijes është mirë menaxhu edhe me familjar tjerë në termocentrale nga familjar të deputetit të saktum të lëvizjes vetëvendosje. Në vitin 2024 është eksportu 150 milion euro energji elektrike, në sani na është thonë që kemi importuar, vetëm ta përfundoj, që kemi importuar energji elektrike shumë edhe na dohet me pagu. Për sot, prokuroria, gjithashtu, prokuroria speciale, ka pas ekspert të antikorupcionit si kryetar bordi edhe antar bordi në Korporatën Energjetike të Kosovës. Pra, duke nisur nga vetë prokuroria speciale, është mirë të mirë ndahet kjo punë kur të nis një hetim. Për ndryshe, një sektor i energjisë elektrike që ka familjar pushteti, që ka pas në kohë caktuar viti 2022-2023, antar të prokurorisë speciale, pavarësisht se është ekspert i antikorupcionit, atëherë është mirë të mberet një hetim i pavarur plotësisht që është i shkapur edhe nga pushteti, që është i shkapur edhe nga ndikimi i mundshëm i prokurorisë, që unë s'po them që është mirë, po ka qenë antar, edhe kryetar bordi në Korporatën Energjetike të Kosovës. Gjithashtu ka prova faktike, pa kontestueshme, që janë bërë, ka pas dallim të pagesave që janë bërë për import energjisë elektrike apo shitjet energjisë elektrike jashta kontratave me entitetet caktuara të biznesit. Ky favorizim ka ndodhur në vitet 2021-2022, edhe këtë është mirë prokuroria speciale me hetu duke u ndarë plotësisht nga ky hetim e që do të zbarte krejt çka ka ndodhur në sektorin e energjisë elektrike. Pra, kam shumë pyetje, çka po ndodh, pse s'po hetohet, pse s'po ecën, pse s'po ndryshon gjendja. Gjendja nuk ndryshon edhe vitin 2026 për shkak që ka më shumë import energjisë elektrike se sa është planifikuar. Skenari është kësaj. Mendohet se do të importohet më pak, në fund të raportit thuhet nga rënjet e paplanifikueshme kemi importuar më shumë, vendoset tek një tarifa dhe vazhdon ky cirk i këtij sektori deri për vitin e 6 tani. Në këtë seancë, për këtë temë, çka kisha dashur me potencu, është që sektori i energjisë elektrike, njerëzit edhe ekonomia jonë nuk mund të drejtohet nga rënat, brotshkollat, edhe lloj fjalie që del për me mbulu se çfarë po ndodh pas dhe çka ka ndodhur gjatë tyre viteve. Edhe kjo punë nuk mund të hetohet me zyrën e rregullatorit të energjisë për shkak që është palë e inkriminuar në këtë tollovi të energjisë elektrike.